Kandidatja e Partisë Demokratike për deputete në listën e mbyllur në qarkun e Vlorës, Sina Zhupa, u takua me banorët e fshatit Metoq. Problemet e banorëve lidhen kryesisht me bujqësinë. Programi i Partisë Demokratike jep zgjidhje reale dhe jep mundësinë që çdo fermer të përfitojë, shprehet kandidatja për deputete Zhupa. Jepet naftë me 60 lekë dhe ata që kanë naftën për hall, për desën e banë, për bukën e gojës, jepet nafta me çmim e tretë. Kjo merr fund, sepse të parat që do subvencionohen për naftën e do të kenë çmim tjetër për naftën, do të jenë të merret buqit peshkatarët, gjithë ata që e përdorin për mjetet e tyre për punë. Shëndetësia falas është shumë e shtrenjtë, sidomos për pensionistët. Në një takim që ka zhvilluar me të moshuarit, Zhupa tha se pensionistët janë në nivele të pamundësisë për të jetuar me dinjitet. Si pensionist do të ketë atë që do ta marri kur të marri pensionin, që do quhet karta e konsumatorit. Kjo kartë e konsumatorit do të bëjë të mundur që t'i rimbursohet pensionistit TVSH-ja në lidhje me ushqimet, energjia dhe ilaç. Deri në faturë vjetore 450 euro rimbursim i TVSH-s në kartën e konsumatorit për secilin pensionist. Sipas programit të Partisë Demokratike, çdo pensionist dhe çdo person në invaliditet do të pajiset me kartën e konsumatorit, me të cilën do të përfitojë kthimin e TVSH-s që paguan për blerje të ushqimeve bazë, energjisë elektrike, ujit dhe ilaçeve, duke e përfituar rreth 450 euro në vit. Do të zgjerohet lista e rimbursimit të ilaçeve. Zhupa tha se ilaçet e pasigurta nuk do të hyjnë më në Shqipëri në mënyrë kategorike, sepse do të rikthehet ligji që ka patur Partia Demokratike, që ndalonte tregtimin e ilaçeve që nuk tregtoheshin së paku në 2 vende të Bashkimit Evropian.